Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nuk e ka lexuar mendimin miqësor të Komisionit të Venecias, i cili është publikuar më 17 mars si përgjigje ndaj pyetjeve të gjykatës kushtetuese në lidhje me lëndën për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Mendoj se e keni për atë që ne në jurisprudencë i quajmë mendim miqësor që është dërguar deri në gjykatën kushtetuese. Jo, atë mendim nuk e kam lexuar. Mendoj se nuk është publikuar, por e kam lexuar mendimin e Komisionit të Venecias për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Mendoj edhe kam debatuar për atë, deklaroi Gordana Siljanovska-Davkova. Sipas presidentes, nuk guxojmë prej përpara të parashikojmë se si do të vendos gjykata kushtetuese sa i përket ligjit për përdorimin e gjuhëve, për çka më 19 qershor do të ketë dhe seancë përgatitore. Lidhur me deklaratën e kreut të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski se vendimi për këtë lëndë do të merret pas zgjedhjeve lokale, e për çka u akuzua nga opozita për koordinim politik, Siljanovska-Davkova shprehet. Unë e shoh të kundërtën. Nëse e kuptova mirë, ai kërkon që të shmanget rreziku nga politizimi i çështjes se çfarë do të ndodh. Rregullisht ndodh që para të gjitha zgjedhjeve në fakt tek ne është shumë rënd të ndani se për çfarë zgjedhje bëhet fjalë. Për atë kërkon që të zgjedhjet lokale të kalojnë me qetësi, ndërsa më pas në mënyrë politike nuk ka moment më të tmerrshëm se zgjedhjet, ndërsa pas mbarimit mundet në qetësi të vendosin, tha Gordana Siljanovska-Davkova. Sipas mendimit të publikuar, duket se Komisioni Venecias ka zbutur qëndrimin e tij në përgjigjet e dy pyetjeve që gjykata kushtetuese i kishte dërguar në prag të seancës përgatitore për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në draftin e përgjigjeve thuhet se asgjë nuk e pengon shtetin të garantojë të drejta më të gjëra gjuhësore në procedurat gjyqësore, me kusht që kjo të mos pengojë administrimin e duhur të drejtësisë, por nëse bëhet një zgjedhje e tillë, është edhe më thelbësore të sigurohen burime të mjaftueshme financiare që lejojnë zbatimin e dispozitave ligjore. Pra, në një farë mënyre, Venecia e lë këtë çështje në vullnetin e shtetit dhe e financave të tij. Ky mendim pritet të prezantohet nga përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në seancën përgatitore të 19 qershorit, kur krahas këtyre do të ketë dhe ekspert, profesor, por dhe parashtrues të iniciativave kundër ligjit për përdorimin e gjuhëve.